Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Italmed, Organik, Shëndeti dhe Mirëqenia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Blowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste shkencave kozmetike. E ftuara jonë për sot është një person e cila shumicën e kohës në punën e saj e kalon me më të vezlit tanë fëmijën. Kemi kënaqësinë që në studion e Blowcast sot të kemi të ftuar për të bashkëbiseduar më shumë rreth punës së saj, logopeden Albina Statovci. Albina, mirë se erdhe në Blowcast. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Albin, çka bën saktësisht një logopedet e në cilat fusha mundet me ndihmu? Profesioni i logopedisë merret me të gjitha rregullimet të gjuhës, artikulimit, të zërit, të gërtitjes, jo vetëm të fëmijët, por të gjitha moshat, të të rriturit dhe të moshuarit. Kështu që si profesion është goxha i gjerë dhe merret me të gjitha moshat. Cilat janë keqkuptimet më të shpeshta që i dëgjoni rreth profesionit tuaj, përveç këtij që merret vetëm me fëmijë, ka edhe diçka tjetër që dëgjon shpesh? Zakonisht kjo e para është që punojmë vetëm me fëmijët, e dyta është që veç luajmë me fëmijët. Shumë shpesh e kemi një mosmarrëveshje kështu kur vinë na shohin që kryesisht puna jonë është e bazuar në lojë dhe në dëshirat e fëmijëve e na në këtë mënyrë munduhemi që me i nxjerr ato pjesë më të mira të tyre, kështu që edhe që pjesa që shumicën e kohës luajmë është çaja keqkuptimi që na vjen. Sa herët ose kur është momenti që një prend duhet me kërku ndihmë për fëmijët e vet nga logopedi? Na funksionojmë me standardet e rritjes së të zhvillimit, po për prindërit janë disa pika kryesore që munden me i vrejt shumë herët. Për shembull, në moshën 6 muajsh, fëmijët duhet me fillu me i pas ato gugatjet e para, edhe përsëritjen e tingujve, për shembull baba, mama, që shpesh herë ngatrohet edhe mendohet se fëmijët po fillojnë me i thirr prindërit, por në të shumtën e rasteve janë veç dyfishim i bashkëtingëlloreve. Kështu që nëse jemi në çet periudhë ose në prag të ditëlindjes së parë dhe fëmia ende nuk e ka fjalën e parë, ende nuk po mbrin që me pas të paktën një komunikim jo verbal me gjeste me shenja, atëherë rekomandohet që prindërit me u drejtu te një profesionist i fushës. Do me thonë mosha 1 vjeçare është momenti i përshtatshëm? A bashkëpuna fëmia këtë moshë? Është e përshtatshme për me identifiku vështirësitë e para të cilat po hasen, po munden edhe me qenë e vështirë pjesa e bashkëpunimit, po mandej terapistët munden me ju ndihmu prindërve edhe me disa këshilla, rekomandime, mënyrë se qysh me funksionu me fëmijët e tyre, edhe për një periudhë për shembull 6 mujore, me provu se apo kemi progres në gjuhën e tyre, e pastaj pas kësaj periudhe, nëse e vrim që ende nuk ka asnjë përmirësim në aspektin e gjuhës së komunikimit, me vazhdu me terapi. Cilat janë shenjat e para që tregojnë që një fëmijë mundet me pas vonesa në të folur? Vaji me një pas lindjes, na shpesh herë gjatë vlerësimeve, një prej pyetjeve kryesore që e bëjmë është a ka qajt fëmia me një herë pasi ka lind. Edhe vonesa në vajin e parë mundet me shkaktu vonesë gjuhësore pastaj në të ardhmen, që kjo vonesa në dyfishim të tingujve, vonesa në lirim të zërit, buzëqeshja e parë e vonë, të gjitha këto janë predispozita që munden me na çu në një vonesë të mundshme pastaj në aspektin e gjuhës së komunikimit. Unë që kam përjashtim nga ky rregull se jam një foshnjë që s'ka qajt hiç po që s'ndale të fol, kështu që shpëshjet ka edhe përjashtime si n'krit rregullat e tjera. Natyrisht. Po, a ka raste që konsiderohen normale të fëmijët edhe nëse kanë fillu me fol ma vonë se sa fëmijët e tjera, duhet patjetër pak a shumë krejt me fillu në jetën moshë? Është normale se na edhe prej praktikës klinike takojmë shumë raste që për shembull prind nuk kanë fol deri në moshën 4 vjeçare, ose ndonjë familjar tjetër që ka pas vonesë deri në atë periudhë. Po për shkak të ndryshimeve në kohë, për shkak të ndryshimeve në mjetes, edhe në një periudhë tjetër komplet jetese të cilën na e bujmë tash, nuk mundemi gjithmonë me lënë dorë të fatit. Është më mirë që me fillu edhe me i marrë disa shenja të para, me i marrë disa hapa të parë për përmirësim, sesa me qëndru në pritje edhe pastaj mundemi me pas raste që fillojnë me fol, por madje mundemi me pas raste që vazhdojnë vonesat gjuhësore edhe matutje. Qysh po ndikon ekrani te zhvillimi i folurit të fëmijët edhe a ka ndodhur ndonjëherë që një fëmijë i cili ka fol paraprakisht masi që ka fillu me u njoftu me ekranin edhe me nejt gjatë me e ndalë të folurën? Predispozitat nuk janë që ekrani me shkaktu fikje të gjuhës pasi që është zhvillu gjuha.
po në momentin që fëmijët ekspozohen para ekraneve para moshës 2 vjeçare, ata nuk arrin me kriju gjuhën, me formu gjuhën hap qysh duhet. Për shkak të stimujve të lartë të cilët janë si pasojë e teknologjisë. Çfarë do lloj ekrani që janë ato, qofshin telefon, televizor, iPad, ndikime i dritave, i ngjyrave mundet me shkaktu së pari pavëmendshmërinë në mjetes. Fëmijët bëhen të paveteshëm se çka po ndodh rreth tyre. Nuk është shumë e rëndësishme një lëvizje e thjeshtë e lodrave ose e prindërve nëpër shtëpi, po bën shumë ma shumë përshtypje ata se çka e shohin në telefon. Në përgjithësi, videot e fëmijëve, sidomos ato të bebeve, nuk kanë shumë gjuhë edhe komunikim. Janë më shumë lëvizje edhe janë më shumë muzika ose tingujt të cilët nuk artikulohen saktë. E pastaj kështu po na shkaktojnë vonesa gjuhësore se fëmijët nuk arrin me modelu gjuhë të përshtatshme prej teknologjisë. Kështu që kryesisht është vonesë gjuhësore para se me pas shpërthim edhe me u vendos në teknologji. A qysh mundet një prind i cili është laik, nuk është profesionist i fushës, me ndihmu në stimulimin e folurës të fëmijës në shtëpi? Kjo është shumë e thjeshtë. Çdo aktivitet i përditshëm që bëhet, çdo interaksion me fëmin është mundësi që fëmia me zhvillu gjuhë. Prindërit edhe kur veç bojnë bisedë, kur lexojnë një libër, kur i tregojnë një prallë, kur i marrin fëmijët edhe i bojnë pjesë të aktiviteteve të përditshme të tyre, për shembull, hajde po vishemi bashkë, hajde sot kemi me hangër qit ushqim, a ndihmon me marr pjatën, a ndihmon me marr gotën. Qito janë krejt aktivitete dhe komunikim që fëmijët modelojnë pastaj prej asaj gjuhe, kuptojnë qatë gjuhë edhe mësohen që me komuniku me dika përballë, me marr informacion edhe me kthy përgjigje. Kështu që janë gjëra të thjeshta të cilat na i bëjmë në përditshmëri që ndikojnë shumë në zhvillimin gjuhësor fëmijëve. A ekziston një periudhë kritike kur ndërhyrja me terapi e ka efektin maksimal? Ose a mundet mu vonu personi me ardhë në terapi? Na rekomandojmë që deri në moshën 5 vjeçare me pas atë identifikimin e parë. Kjo periudha e fëmijërisë së hershme 3 deri në 5 vjet është një prej periudhave që fëmijët kanë më shumë të shpërthim. Jo vetëm në aspektin gjuhësor, por në krejt fushat, çka na atribuojnë hulumtimet e neuroshkencës, është që fëmijët në moshën 3 vjeçare sinapsat e trurit i kanë më të zhvilluara me një të rritër sesa me një fëmijë të moshës 6 vjeçare. Domethënë në çatë periudhë ata mësojnë shumë ma shumë edhe shumë ma lehtë sesa kur kalojnë që kjo periudha e fëmijërisë së hershme edhe mandej kalojnë në këtë moshën shkollare që thojmë me një prej klasës së parë tutje. Kështu që rekomandohet që në qoftë se hasim në ndonjë vështirësi me pa mundësinë për me marrë trajtimin në këtë periudhën e mëhershme. Jo që pas kësaj periudhe nuk mundet me pas rezultate. Për rezultatet pas moshës 5 vjeçare munden me qenë më të ngadalshme sesa para kësaj periudhe. Kështu që kjo periudha e 3 deri në 5 mundet me qenë ajo pak më kritike ku mundem pas rezultate më shumë. Gjuha shqipe është një gjuhë kogja e vështirë, si për nga gramatika, si për nga shqiptimi. Sidomos personat të huaj e kanë shumë vështirë, na e mësojmë shumë lehtë gjuhët e huaja, po të huajt e kanë shumë vështirë me mësu gjuhën shqipe. Cilat janë gabimet më të shpeshta ose cilat shkronja kanë më së vështirë me i shqiptu fëmijët? Na vërtet që kena shumë shkronja edhe nuk janë shumë të lehta për me i thonë, po kryesisht gabimet më të shpeshta para moshës 5 vjeçare i shohim tek tingujt buzore dhe ata dhëmbor. SV, FV, qëto shpesh herë ngatrohen lehtësisht me njëra tjetra. Po në një periudhë deri në moshën 7 vjeçare, kryesisht janë më problematik tingujt R, L edhe L. Këta katër konsiderohen pak si më të vështirë, po varësisht edhe prej gjendjes të cilët fëmijët janë, për shembull fëmijët me implant koklear e kanë shumë vështirë me i mësu tingujt K, G edhe H për shkak që vijnë veç prej fytet. Po asnjëherë nuk e kuptojmë sa të vështirë janë tingujt derisa fillojmë me mësu atë pozicionimin e gjuhës e me vendos gjuhën edhe na për vete, po kryesisht këto janë vështirësi që hasen më shpesh. A qysh mundet me dallu një prind nëse fëmia e vet ka problem fonetik ose ka problem në të kuptuar? Se ka fëmijë që nuk përgjigjen sepse s'po të kuptojnë, ka fëmijë që të kuptojnë po kanë problem thjesht me të folurën. Kryesisht munden me i vret te artikulimet, gjatë të folrit, gjatë komunikimet, për shembull, ti mundesh me i bo pyetje fëmijës, ai kthehet në vend të gota themi tota ose në vend të numrit tat. Tat është si ngatrime të lehta, po edhe në fillim kur fëmijët fillojnë me fol,
edhe bojnë se gabime gramatikore të thjeshta janë shumë atraktive për prindërit, janë të lezetshme, janë interesante edhe mandej tu marrë vëmendje fëmijët mund veç me vazhdu si formë e komunikimit për vëmendje. Po kur vijmë te fëmijët e cilët na ju ofrojmë kërkesa të thjeshta, bazike, për shembull mere, ma, shko, ndalo, edhe nuk kuptohen, atëherë çto mundet me kon një mundësi që edhe prindërit me kuptu që po mundet me qenë diçka një vështirësi në të kuptuarit e fëmijës. Ai arrin me u shpreh, po pastaj me i marrë komandat bazike, po është pak më e vështirë. A mujnë mu korrigju çto probleme pa terapi të rregullt logopedike me një profesionist? Po, në shumë raste prej rekomandimet të cilat i marrim prej profesionistëve, na jo gjithmonë rekomandojmë që me një herë me fillu me seanca, na shpesh herë ju lejojmë prindërve një kohë që kur e shohim që ka mundësi intervenimi edhe prej prindërve ose prej mjedisit, ju japim mundësi me disa rekomandime dhe me disa këshilla me pa se qysh po funksionojnë mandej në mjediset e tjera fëmijët, edhe nëse për një kohë të caktuar ata nuk po kanë rezultate, mandej i rekomandojmë që me u kthi prapë te na. Po veç mos me provu vetë, po me provu me këshilla dhe me rekomandime prej profesionistëve, shumë prej vështirësive të cilat janë të thjeshta munden me u t'i kalu lehtësisht. Për çfarë trajtime bëni me të rriturit të cilët kanë probleme me të folurën pas ndonjë aksidenti ose problemi shëndetësor? Pjesa e traumave është ajo shkaktari që shpesh herë ndodh fikje e gjuhës ose vështirësi në komunikim në mjedise të ndryshme. Për shembull, pas një aksidenti të madh, personat munden me pas qash PTSD, themi post-traumatic disorder, edhe kryesisht i rekomandojmë që s'pari me folë me një psikolog. Kur janë vështirësi emocionale, kur janë probleme emocionale, na i drejtojmë te profesionistët e fushës. E mandej në qoftë se shohim që ato vështirësi për shembull po kthehen në pelpsem ose në vështirësi të komunikimit në aspekte qofshin ato artikulim, qofshin ato bllokime, i rekomandojmë që me vazhdu me seanca logopedike. Po kryesisht kur janë të tilla fikje të gjuhës për shkak të traumave, i rekomandojmë që së pari me trajtu aspektin emocional e pastaj me i identifiku faktorët gjuhësor që po hasin vështirësi personat. A keni pas raste të tilla në klinikën e juaj? Kemi raste të tilla edhe kemi persona të cilët na kryesisht jemi të ndarë me fushat të cilat i trajtojmë. Kemi logopedët të cilët punojnë me të rriturit, kemi logopedët të cilët punojnë me adoleshentët edhe logopedët të cilët punojnë me fëmijët për shkak të ndryshimeve në qasje, ndryshimeve në diagnoza, na mundohemi që me bu një shtrirje të përshtatshme për që secili klient me marrë shërbimin që duhet. Si ndikon logopedia te njerëzit me çrregullime të zërit, siç janë për shembull mësuesit, këngëtarët, folësit publik, personat që flasin shumë edhe që mujnë me pas probleme momentale. A ndihmon diçka këtu logopedia? Logopedia ndihmon shumë, po të na ende nuk janë të njohur personat për ndihmën e logopedit edhe nëpër institucione. Nuk ka të bëjë shumë me posturën tonë, me mënyrën se si qëndrojmë, sidomos pjesa më e vështirë është e këngëtarëve, gazetarëve edhe aktorëve. Për shkak të ndryshimeve të mëdha me zanin që duhet me i bo gjatë punës së tyre të përditshme, ata shpesh herë munden me pas lodhje të kordave vokale, edhe na mundohemi që me i mësu në mënyrën e posturës, edhe me i bo disa ushtrime të frymarrjes, që ata me pas pak ma t'lehtë me përdor zanin edhe mos metëm të kordat vokale. Po janë shumë të vogla raste të cilat në Kosovë kërkojnë ndihmë nga logopedi për sidomos të fushave që i përmenda për me bo ushtrime të zanit. E përmende pak më herët veç rastet e traumave mas aksidenteve ose në traume tjetër, po sa ndikon stresi edhe ankthi, edhe nëse nuk ke pas ndonjë tronditje mekanike në të folurën? Sidomos të fëmijët edhe të adoleshentët ndikon shumë. Na aktualisht përjetojmë një kohë me shumë ngarkesë edhe për fëmijët, po edhe për adoleshentët. Te pjesa e adoleshentëve shpesh herë shfaqet bilpsimi për shkak të ngarkesës së madhe emocionale. Na ndryshe e quajmë edhe si çrregullim i ankthit, edhe për shkak të niveleve të larta të ankthit, mandej hasin vështirësi në të folur të rrjedhshëm. Është pak problematike kjo pjesë për shkak se edhe ka pak psikolog shkollor të cilët munden me i trajtu fëmijët për aspektin e stresit edhe ngarkesave të tjera të cilat ju vijnë gjatë punës së tyre, gjatë funksionimit të tyre, po pastaj
është e lehtë se po mbrin që me kuptu që po kanë vështirësi edhe po mbrin me kuptu që munden me kërku ndihmë diko, kështu që kryesisht stresi, ankthi, ngarkesat e përditshme përshkaktojnë më shumë mosfletshmërinë në të folur. Shpesh kur janë nivele të larta, shkaktojnë edhe bllokime përpas që mundet me pas mosfletshmëri, mundet me pas edhe bllokime qoftë ato të nofullës apo të pjesëve ose të fytet, edhe qëto janë pjesë kryesore që na i përdorim për me fol, e mandej qëto na shkaktojnë edhe vështirësi në komunikim. A ka lidhje mes vetëbesimit dhe të folurës? A mundet një fëmijë që ka një vetëbesim t'ullt me pas edhe probleme në të folur? Mundet mos me qenë vetëbesimi shkaktuar direkt i të folur, po mundet me qenë indirekt, sidomos te fëmijët në fillim të klasës së parë, për shkak të ndryshimeve të mëdha prej një ambienti të kopshtit, kalojnë në një mjedis komplet tjetër që kërkojnë shumë rregulla, edhe kanë vazhdimisht detyra, aktivitete të cilat munden mos me pas besim që mbrin mi përfundu ato. Edhe pritshmëritë tona dhe të prindërve kryesisht janë të larta për fëmijët e vegjël, edhe mandej në pavedije mundemi me u shkaktu uje të vetëbesimit, edhe fëmijët me fik gjuhën në mjedise të caktuara. Për shembull, edhe nëse e di një përgjigje saktë, në klasë hezitojnë me ja përgjigjen për shkak të vetëbesimit të ullt të cilit e kanë, e kjo mundet mandej me u përcjell edhe në mjedise të tjera në të cilat ata bashkëveprojnë edhe funksionojnë. A ndihmon logopedia në zhvillimin e inteligjencës emocionale të fëmijët? Kryesisht merret terapisti i sjelljes apo psikologu me këtë pjesën emocionale. Po në disa raste kur e shohim që me aktivitete të ndryshme mundemi që me ndihmu këtë pjesë, po bashkëpunojmë edhe me terapistët e sjelljes edhe munduhemi që të paktën ato të cilat i përforcojnë fëmijët në seancat e psikologjisë me i përforcu edhe na mandej në pjesën e fushës sonë të logopedisë. Kur vjen një fëmijë në terapitë e ju në logopedi, a jep një edhe detyra ose tasks që duhet ata mi përfundu në shtëpi me prindërit, apo mjafton vetëm seanca javore ose e përditshme çdo që e keni vlerësu ju në klinikë? Natyrisht periudha prej 45 minutave nuk është e mjaftueshme për me vazhdu edhe me mbajt edhe me mirë mbajt krejt ajo që mësohet. Është shumë e rëndësishme me pas një bashkëpunim ndërmjet prindërve, ndërmjet terapezve, edhe nëse fëmijët janë kopsht ose në shkollë, edhe ndërmjet edukatorëve. Na munduhemi që gjithmonë me jap këshilla dhe rekomandime qysh me vazhdu prindërt me punu në shtëpi, çfarë rekomandime mundemi me ju jap edukatorëve edhe apo mësuesve të shkollës, qysh me funksionu me fëmijët, që me pa rezultate ma të shpejta dhe me ndihmu më shpejt fëmijëve në me. A mujnë me pas regres fëmijët nëse prindë përdorin dhe një metodë që e kam pa këtë në internet, a mundet me i shkaktu naj dëm? Sidomos të pjesa e artikulimit janë dëmet ma të mëdha të cilat shkaktohen, se pozicionimi i gjuhës, vendosja e gjuhës, e përdorimi i dhëmbëve, frymarrja, krejt këto janë indikatorë që neve na ndihmojnë pozicionim, qysh me i përdor për me artikulu një tingëll të saktë. Zakonisht munduhen edhe prindërit me i provu disa teknika të cilat munden me i pa që janë më të thjeshta dhe më të lehta prej rrjeteve të ndryshme sociale, e që ato mund me i shkaktu fëmijës konfuzitet. Mandej nuk mbrin që me e kujtu a duhet me e mbajt pozitën e gjuhës, për shembull çish i ka thonë logopedi, apo do çish e kam provu me video në shtëpi. E na mundohemi që te pjesa e tingujve derisa të nxjerrim një tingull të pastër, mos me e provu prindrit, e pastaj me vazhdu me provu në shtëpi edhe me bu ushtrime, po jo veç për këtë pjesë, po për çdo fushë dhe qëllim të cilin e vendosim në planit individualit të fëmijëve, na ju japim edhe rekomandime dhe detyra prindërve se qysh me i përforcu ma mirë në shtëpi. Me siguri që rastet janë individuale, po a ka një mesatare sa shpeshta duhet me qenë seancat logopedike për me arrit një rezultat të mirë? Na rekomandojmë që në bazë normal pas vlerësimeve, pas shqyrtimeve të standardeve të rritjes edhe të zhvillimit, me pa se ku jemi me moshën mendore dhe me atë kronologjike, po kryesisht rekomandohet që të paktën me qenë 3 seanca në javë për me mujt me pas përcjellje dhe për me mujt me pas mirëmbajtje të asaj që po mësohet. Shpesh herë na rekomandojmë edhe ulje të numrit të seancave, për shembull shkojmë me zbritje graduale të seancave, sepse shohim që fëmia ka ndrimë një pikë që
ato që po e mëson, po mundet me e mbajt mend edhe po mundet me e përdor mandej edhe në vazhdim, kështu që varsisht prej rasteve qysh janë, po prej 3 fillojmë me seanca, kryesisht ajo është mesatarja. Që zhvillohet një seancë të logopedi? Çka ndodh brenda një seance tipike? Ka shumë zhurmë, ka shumë lodra, po na punojmë me qasje ekliptike, me qasje të përzira, nuk e kemi vetëm një qasje kryesore në të cilën bazohemi, përdorim teknika nga qasje të ndryshme, edhe kryesisht me qenë fëmija në qende. Është shumë e rëndësishme që diçka që fëmijës i pëlqen, na me e përdorë që me e nxjerrë qëllimin të cilin e kemi vendosur për atë fëmijë. Punojmë në një qasje të tillë, loja jote, po qëllimet e mia, edhe në bazë të dëshirave të fëmijëve mundohemi mandej me e udhëheq edhe pjesën e seancave. Është shumë e rëndësishme që fëmijët me qenë në një ambient edhe në një mjedis jo vetëm që ka shumë gjotra, jo vetëm i pasur me shumë gjotra, po i më qenë i pasur me interaktivitet edhe me qenë të sigurt. Për neve është shumë e rëndësishme që fëmijët kur vinë në klinikën tonë me qenë të sigurt në mjedisin tonë edhe me qenë të sigurt në pranin tonë, e pastaj me qëto në mbrimi me bashkëpunu edhe me nxjerr më të mirën prej fëmijëve. A nëse një fëmijë kërkon me ujë pranë, a lejohet apo nuk preferohet kjo? Varësisht prej gjendjes së fëmijëve, na ndonjëherë është e domosdoshme që ti me i ofru edhe mbështetje emocionale, sidomos në seancat e para kur fëmija është hala tu mundu me gjetë se ku është edhe pse është këto. Edhe shpeshher ata vetë kërkojnë një lloj mbështetje, kërkojnë një përshafim, shpeshher kërkojnë veç mja u mbaj dorën, shpeshher edhe afrohen me ujë të prerë. Na mundohemi që mos me pas shumë afeksion, edhe mos me u lidh shumë emocionalisht për shkak se mandej puna bëhet shumë definitivisht ndikon në performancë dhe puna bëhet shumë e vështirë. Po kur fëmijët ka nevojë për mbështetje emocionale, e marrin qatë mbështetje emocionale, qoftë me ujë në prerë, qoftë me mbaj dorën, qoftë me ofru një përshafim, mundohemi që me u bo, me u ndikë lirë. A ka lodra dhe aplikacione që mund me ndihmu në zhvillimin e të folurit e fëmijët? Në vende të tjera ka lodra dhe aplikacione, në Kosovë përderisa nuk dëshirojmë që me e ekspozu fëmijën edhe ndaj qufve të tjera, nuk i rekomandojmë shumë me i përdorë. Për shkak se s'kan shqip. Nuk ka në gjuhën shqipe edhe as nuk ka tu përdor, as nuk ka lodra të cilat janë shumë të përshtatshme që ti me i përdor për shembull me zana, me tinguj që janë në gjuhën shqipe, edhe ato që janë e kanë kualitetin mjaft të dobët edhe e bojnë fëmijën që me humb sensin e dëgjimit real në mjedis për shkak të paqartësisë e cilat janë prej këtyre lodrave, kështu që na nuk i rekomandojmë në Kosovë, nuk i rekomandojmë me as me i përdor në shtëpi, as ato lodrat që janë me zhurma të kafshëve, as lodrat që janë me alfabet që ti e prek pullën edhe mandej ajo e thot, është shumë mekanike dhe është njëjtë sikur me vendos para teknologjisë. Na rekomandojmë që lodrat me qenë me ngjyra, me qenë lodra të përditshme që munden me punu fëmijët me lujt me ta në bashkëpunim, qoftë me prindërit, qoftë me kujtëstarët apo me fëmijët e tjerë bashkëmoshatarët e tyre, me qenë të ekspozuar në mjedis të kopshtit e të mujnë me kon dimis shumë e madhe, po aktualisht nuk kemi aplikacione të cilat ndihmojnë në këtë aspekt. Nëse prindja e vren që fëmija nuk po kthen përgjigje për shkak të lazdrimllëkut, sepse ka edhe raste të tilla, a duhet me i bërtit fëmis? Jo. Nëse i ke provu krejt metoda tjera dhe s'kan funksionu, po flas. Nëse krejt metodat e mira nuk kanë funksionu, me bërtit s'ka me funksionu prap. Na duhet me e gjetë çka fëmijës i pëlqen, edhe çka fëmijës i bën përshtypje, edhe qysh me marrë me vëmendjen e fëmijës. Nëse fëmijët kanë vendosur mos me kthi përgjigje që me pas vëmendjen tonë, ose me qaj që me pas vëmendjen tonë, na duhet me bu diçka që mos me ja jep vëmendjen me sjellje të papërshtatshme. E mos me modelu as na pasaj sjellje të papërshtatshme në raport me fëmijët. Është shumë e rëndësishme që me provu me marrë vëmendjen qoftë me një lojë, qoftë me bu një aktivitet që fëmijëve ju pëlqen, qoftë me dalë një shëtitje, diçka të ngjashme e cila mundet me ju bo fëmijëve përshtypje, se sjelljet e papërshtatshme definitivisht nuk janë as të shëndetshme pastaj në raport me prindërit, as të shëndetshme pastaj me fëmijët, se sjelljet e tilla ka me i përdorë edhe në mjediset e tjera e mundet me u shkaktu, mundet me u kthy në sjellje problematike.
Cili është rasti më emocionues me cilin je përballë gjatë karrierës tënde? Uh, Shumë është një periudhë gjatë në cilën jem e angazhuar si logopede së mos në klinikën e empatia tash e 5 vjet, edhe në suaza ditore kemi shumë raste. Po më kujtohet një rast të cilin e përmendim shumë shpesh, kemi pas një fëmijë që kur ka lind, prindrit janë njoftu që është me humbje të pamërit, edhe pasi e kanë pranuar faktin që fëmia është me humbje të shqitimit edhe ka pas mjaft vështirësi gjatë rritjes edhe zhvillimit të tij, në një periudhë kohore ai veç ka fillu me pa prap. Edhe prindrit e kanë kuptu që ka qenë veç për shkak të një infeksioni në një nervi të syrit të cilin po kish probabilitet që me lind fëmijët, po nuk ja u ka marrë mendja në Kosovë që mundet me ndodh kjo. Ai fëmijë që ka ardhur për një periudhë të gjatë kohore në klinikën me marrë shërbime mandej për gjuhën edhe komunikimin që të na duhemi me kuptu që gjithë njëna shqis e ndikon shqisën tjetër. Mos të pamërit, të mos dëgjuarit, të mos ndjerit, ndikon në aspektin e gjuhës dhe të komunikimit, e kështu ka ndiku edhe të rastin e fjalë. Ka qenë njëri prej rasteve më emocionale të cilin e kemi trajtu, edhe e përmendim shumë shpesh, munduhemi me mbajt kontakt të kështu me po kryesisht ka mjaft raste emocionale që të përfshin, edhe çdo fëmijë që vjen edhe merr shërbime, mandej bëhet si pjesë e jotja, pjesë e rutinës sande, e jetës sande dhe kiça që me pa në çdo fazë të rritjes edhe të zhvillimit të tij, po kjo është një që më cekë për vite. A vazhdon me qenë mirë ky fëmijë me qenë se jeni në kontakt? Shumë. Okej, super. Shumë mirë. Me qenë se na përmendë një pjesë shumë emocionuese të profesionit, cila është pjesa më e vështirë e profesionit? Pjesa më e vështirë e profesionit është varësisht prej diagnozave, na kryesisht sot po flasim për çrregullimet e artikulimit, për vënesa gjuhësore, vënesa zhvillimore globale. Çato janë raste pak më të vështira dhe pak më sfiduese. Në punën tonë të përditshme po ekspozohemi në shumë lojë, ekspozohemi me qenjet më të pafajshme dhe më të ngrohta që mundemi ta bëjmë, po me u mundu me mri qëllime edhe me pa përplas të fëmijët është pjesa më e vështirë. Ti duhesh me krejt mundën tënë, me krejt energjinë tënde, me nxjerr të fëmia diçka që ai nuk e njeh hala edhe nuk mundet hala me vendosë pa. Kështu që kjo është pjesa jonë e vështirë, me vendosë disa qëllime e mandej me u mundu që ato qëllime me i qitë pa. A është rrit kohëve të fundit numri i rasteve të fëmijëve me vështirësi të folur? Se unë kam përshtypjen që po. Është rrit numri i rasteve me vështirësi në komunikim, në të folur, në gjuhë, po mandej është rrit edhe rasti i fëmijëve me diagnoza të ndryshme, me çrregullime të ndryshme në zhvillimet. Këto mundet me qenë shumë faktorët mjedisor, mundet me qenë shumë ndryshime të mëdha të cilat po ndodhin në shekullin tonë të ri, po është një numër kryesisht i lartë tash të cilën po e shohem. Pjesën më të madhe të fajet për këtë rritje të vënesave gjuhësore e ka teknologjia, nuk mundemi me mohu. Ekspozimi i lartë ndaj teknologjisë po e shkakton që fëmijët me pas qoftë vënesë gjuhësore, qoftë vënesë zhvillimore, e shpeshherë me na jep edhe shenja dhe simptoma të çrregullimeve të tjera klinike të cilat munden me u zbe mandej me kalimin e kohës pas ndaljes së teknologjisë, po kryesisht është faktori keq teknologjia që po shkakton vënesa gjuhësore. A mundet me ndihmu negativisht dygjuhësia në zhvillimin e të folurës, që mi u bo mix të dyja edhe madje ai mos me folja asnjëna? Për një periudhë të gjatë kohore është mendu që po, që njëra gjuhë ndikon gjuhën tjetër, po aktualisht filmtimet e reja tregojnë se njëra gjuhë e ndihmon gjuhën tjetër. Po flasim kur e kemi përballë një fëmijë me zhvillim tipik. Në qoftë se është mbrin me i mësu dy gjuhën të njëjtën kohë, edhe mundemi me mbështet mas shumë të raste të cilat prej Kosovës kanë dalë në vende të jashtme për me jetu, edhe fëmijët adaptohen shumë lehtë. E mësojnë gjuhën më lehtë, e adaptojnë gjuhën më lehtë, po mandej të fëmijët të cilët munden me pas qoftë një vënesë gjuhësore, qoftë një vënesë zhvillimore, sa do e lehtë apo e keqe është ajo, mundet me qenë indikator i vështirësisë, për shkak se krijon konfuzitet
çfarë gjuhë po e marr pyetjen, në çfarë gjuhë dona me kthi përgjigjen, s'mu rrin me bu hala diferencimin ndërmjet dy gjuhëve, kështu që pavarësisht prej cilës anë po flasim, a jemi të folë për fëmijët me shëndet tipik apo me një fënisë fillimore, në disa raste mundet me qenë ndihmesë, në disa raste mundet me qenë pengesë. Ata që e vujnë mas shumë të jo vetëm shtrëngullimin folur të fëmijëve, po edhe çdo problem tjetër që mundet me u shfaq me te fëmijët janë prindrit. E cila është këshilla jote për prindrit të cilët kanë fëmijë me shtrëngullim ose vonesa në zhvillimin e të folurës? Vetëm me ju kriju mjedise të pasura fëmijëve, me ju kriju mjedise të pasura me lotra, me ju kriju mjedise të pasura me aktivitete të cilat i bojnë, edhe sidomos me gjuhë edhe të folur. Rekomandojmë që 2 orë para gjumit mos me pas teknologji fare, me zhvendos qatë periudhë kohore me një lexim të librave, ose veç me bashkëbisedem se kanë kalu gjatë ditës, me i afru ma shumë në aktivitetet e tyre të përditshme, edhe në qoftë se ndihen rehat me u taku me një profesionist të fushës, edhe me i marrë krejt rekomandimet dhe këshillat e nevojshme për qysh me vazhdu me punën me fëmijët e tyre. Albin, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën me qenë sonte me neve. Mu do që u kry shumë shpejt biseda, kam edhe shumë pyetje tjera, po e lëm për ndonjëherë tjetër. Që faleminderit shumë prej te, besoj që sidomos prindrit kanë përfituar shumë prej këshillave tua. Faleminderit shumë juve për ftesën, edhe për këtë ambient kaq të këndshëm, po shpresoj që prind kanë me gjetë kohë edhe kanë me gjetë mundësi të reja qysh me punu edhe qysh me angazhu sa ma mirë me fëmijët e tyre. Në momentin që vasin vështirësi, na i rekomandojmë që me drejtu të profesionistit e fushës, edhe normal prindrit e dojnë ma të mirën për fëmijët e tyre, kështu që na jemi dikush që kemi me ju ndihmu. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë epizod të radhës të Glowcast. Ky është epizodi i fundit i Glowcast për këtë sezon dhe ne do të takohemi përsëri me sezonin e ri nga janari. Me këtë rast, shfrytëzoj rastin që uroj gjithëve festat e fundvitit dhe deri në epizodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Italmed, Organic, shëndeti dhe mirëqenia.